E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, falenderojmë që i takon madhnisë Allahut, që po na jep jetën këtë Ramazan, ta madhrojmë Allahun, të agjerojmë për Allahun, të përmendim Allahun, të kërkojmë falje nga Allahu, e lusim Allahun e madh që Allahu të na falë ya rabbel alamin. Pastaj kërkojmë nga Allahu më të mirën, ajo është që përfshin çdo send. Është mëshira e Allahut, rahmeti i Zotit, Allah i nasip na boft rahmetin e tij në ditën kur do dalim para madhnisë Allahut, dhe Allahu vetëm se me rahmetin e tij i fut njerëzit në xhennet, Allahu nasip na boft. Xhamati ndershëm, dersin e kaluar folëm për momentet e Ramazanit, edhe tham porosin që na ka porosit edhe ka preferuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë, me thonë shumë herë, me thonë la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, e pastaj ka thonë me bë istighfar, edhe këto janë dy sifate apo dy lloje të lutjeve që e kënaqin Allahun, dhe me automatizëm kur ta kënaq Allahun, Allahu të kënaq ty. Dhe e dyta ishte kërkesa nga 3 herë me lut Allahun në Ramazan, siç e ka lutur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni es'aluka al-janna, o Allah prej teje kërkojmë xhennetin dhe na ruaj nga zjarmi i xhehenemit. Sot do të vazhdojmë. Ramazani është muaji ku zemra fol më shumë dhe ndjen më shumë se sa gjuha. Edhe esenca e Ramazanit është për më ta bot tërbije më shumë zemrën, se njerëzit e hupin kontrollën 11 muaj. E gjatë muajit Ramazanit hinë me një sistem pak më të kontrolluar. Dhe e keni ndëgjuar prej shumë hoxhallarëve dhe prej neve, se esenca e agjerimit nuk është vetëm mos me hangër me pi, po për me rujt gjuhën. Nëse ne sot jemi në këtë muaj të veçantë, atëherë prej neve kërkohet një lloj ibadeti që është shumë i gjanë dhe shumë i lehtë. Ama në kandartë Allahu subhanahu wa taala është shumë i rëndë. Ajo është dhikri i Zotit. Hoxhna e bojnë dhikr Allahun. Dhe kur e përmendëm ndjesë me thonë la ilaha illallah, me përmend Allahun shumë, nuk ka mundësi me përmend Allahun shumë përveç se ata që e dojnë Allahun shumë dhe ata që e besojnë Allahun shumë. Dhe Allahu na ka privilegjuar neve me përmend Allahun shumë. E tash fjala shumë, sa është shumë? Sa herë ti e flet me gjuhën tënde, mbrëna ditës, mbrëna orës, mbrëna natës, sa herë përmend Allahun dhe sa herë e harron Allahun. Prandaj Allahu i Madh, sikur po don më na thon neve në këtë muaj të Ramazanit, po pret nga ne edhe po troket në zemrat tona, o musliman, o ju njerëz, përmendëmni mua se unë ju përkujtoj juve. Fadhkuruni adhkurkum, përkujtomni mua, thot Allahu, se unë ju përkujtoj juve. Me automatizëm, çaja zemër çka e kujtojmë Allahun, s'ka mundësi mos me besu. Por përkujtimi është pjesë esencial i besimit në Allahun. Prandaj ne startojmë me zemrat tona dhe me gjuhën tonë me përmend Allahin këtë Ramazan sa më shumë, se Allahu në Kur'an po thot ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katira. O ju që keni besuar Allahun, përmendni Allahun shumë. Do të thotë Ramazani po troket në zemrën tënde me një për ibadeteve më të lehta, me përmend Allahun shumë, sepse Allahu nëpërmjet përmendjes që ne e përmendim Allahun shumë, ta qetëson ty dhe mu zemrën. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Dhe zemrat e besimtarëve, thot Allahu në Kur'an, nuk rahatohen pa e përmend atë. Sa zemra ka të smuta sot, sa zemra ka të fshehura me nifak, e me pislëqe, e me mendime të këqija, e sa lot sot rrjedhin te dikush për shkak mungesës frigës dhe përmendjes Allahut subhanahu wa taala. Prandaj të mjafton ty sot një lloj dhikrit, mi thon Allahut astaghfirullah, me një sinqeritetin më të madh nga zemra, mi thon Allahut astaghfirullah. Mi thon Allahut la ilaha illallah, edhe mi thon Allahut Allahu akbar. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë muajit Ramazanit
e ka përmend edhe këtë lloj të dhikrit që e ka përmend shumë, ka thonë elhamdulillah, la ilaha illallah, edhe wallahu akbar, Allahu është më i madh. Derisa na flasim për Ramazanin, është ku flet zemra më shumë se gjuha, kjo lypet pi neve. Se shpeshherë gjuhën e kemi të pak kontrolluar. Pse është gjuha e pa kontrolluar, se zemrën se kemi kontroll. E zemrën kur ta kish në kontroll dhe të lidhet me Allahun, atëherë edhe gjymtyrët e tua, trupi jot, edhe gjuha jote, edhe syni, edhe veshi, edhe këtë gjymtyrët janë në funksion të Zotit, faktikisht janë lillahi rabbil alamin, veç për Allahun. Për shembull, a falemi namazna? Falemi, alhamdulillah. E çka bëjmë në namaz? Është lutje. Allahu thot në Kur'an, eqimis salah, falë namazin. Li dhikri, që të më përkujtosh, ti bëjsh dhikër Allahut. Do të thotë ti i ban dhikër me zemër, i ban dhikër me gjuhë, ama i ban dhikër Allahun edhe me trupin tënd. Janë tre komponente. Ja ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu. O ju që keni besuar Allahin, bini ruku, bini sejdë. Po me çka? Atë ka shku menja në herë me vetën, ti kur i ban në ruku, sejdë Allahut, çish i ban? Që është në kam për Allahun, ama kur të bish në ruku, a bjen trupi pa zemrën, ama dhe zemrën për ullet, për kulje dhe për ullje, edhe sejdë. E më përfundimi ajetit wa abuduhu dhe thot madhnoj Allahun, dhe thot njeriu edhe me gjuhë e përmen Allahin në qiyam, edhe në ruku, edhe në sejdë, ama edhe me zemra e tij bjen në sejdë, edhe zemra e tij bjen në ruku. Edhe gjuha, edhe trupi, edhe zemra e madhron Allahun subhanahu wa taala. Prandaj Allahu në Kur'an thot: "Aqimis salata li dhikri", falni namazin që të më përkujtoni mua. Është shumë e rëndësi ky detaj. Allahu thot, Allahu është i pasur, gani, inna Allaha ghani. Jahudit thonë për Allahun është i fukara. Nga sifatet e jahudive, jahudit thonë najna të pasur, Allahu është i varfër. Na thonë atë kundër dhe na shka na ka mësua Allah, inna Allaha ghani wa nahnu fuqara. Antum fuqara ila Allah. Ne jemi të varfër te Allahu. Prandaj dhikri e përforcon nevojën tonë se najna fukara dhe kena nevojë për Allahun. Nëse nuk e përkujton Allahun, atëherë ti thuaj Allahit, unë s'kam nevojë për ty. Unë jam zengin muj pa ty o Allah. Çështu i vjen. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Munafiqët janë ata veç para njerëzve kanë përmend Allahin. Nuk e përmendin Allahin, veç pak e përmendin, kur para njerëzve. Po bashkë e përmendja Allahit është kur ti je veç vetme, që kjo është iman, që kjo është dhikr. Që kjo është përkujtimi i zemrës tënde kur ti në gjysmë natës shohësh dhe me zemrën tënde e përkujton Allahun e Madh. Ty dhe munëna ndoshta në ditën e Kiametit ka më të mungue një fjalë la ilaha illallah. Ndoshta një herë ka më të mungu një fjalë astaghfirullah. Ama ka më të mungu ndoshta walhamdulillahi tamla'ul mizan, ama dhe mi thonë Allahu alhamdulillah, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tamla'ul mizan, mushët mizani Allahin ditën e Kiametit. Prandaj mëse në vlerëso kohën, sidomos në Ramazan, përmend në Allahin shumë nëse doni të jemi nga ata ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katira. O ju që keni besu, përmend në Allah, Allah i të përmend shumë. Pse? La yadhkuruna Allah illa qalila, janë munafiqët. Atëherë mos më kanë munafik, nuk ban pak, duhet shumë me përmend Allahin. E nëse në Ramazan ku shejtanët janë të lidhur nuk e përmend Allahin, jashtë Ramazanit i marrën. Prandaj sot kam startuar me këtë ligjërat, për ibadeteve më të lehta është dhikri. A mosh filter që ta pastron zemrën, dhe është që në ditën e Kiametit në peshojën e Allahut ka peshë shumë të madhe. Prandaj dhikri ne përforcon bindjen në Allahun dhe Allahu është i panevojshëm për neve, realisht. Ne kena nevojë për Allahun. E prandaj kjo e tregon bindjen në zemrën tënde, në rrajt e zemrës tënde, lind Allahu me automatizëm t'jep rahatllëk, t'jep qetësi, t'jep komoditet. Një zemër që nuk e përmend Allahin është zemër e çoroditur.
Një zemër e cila edhe në Ramazan nuk i nënshtrohet Allahut dhe nuk i bën ruku dhe sejdë dhe nuk i bën dhikr Allahut në përgjithësi, ai është zemër e smut ose e vdektë. Prandaj dhikri është i jep energji dhe i jep jetë zemrës së njeriu. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, si sot Allahu në Kur'an, a nuk qetësohet, a nuk jep gjallëri dhikri zemrës së njeriu. Sot ka shumë ankesa, sidomos të njerëz që janë psikologë, neurologë, e po edhe të hoxhallar, me të madhe kanë ardhur, ja kanë nisë me ardhur djem të ri, po ndoshta edhe në thojza po tham do intelektual, po vallai po tham edhe do shumë njerëz që xhepat i kanë plot, hajde hoç, fryjum se s'jam mirë. Kanë ankth, kanë stres, kanë brenga, kanë telashe, kanë shqetësime çat shumë të mëdha. Ai ka xhepin plot, ama ai ka zemrën bosh. Po, ama intelektual, doktor, profesor i kësaj shkence, ja asaj shkence, oti, ai s'ka gjetë vakt më ardh ibadet mi po Allahit. Ai s'ka dhikr në zemrën e tij. Ai mendon se është i dijshëm dhe nuk ka nevojë për Zotin, naudhu billah. Prandaj titulli doktor nuk çon në xhennet. Po ne themi duhet mu po doktor, profesor i matematikës, i inxhinierisë, ama ai që nuk e ka të mbush zemrën me dhikr dhe me namaz dhe me istighfar, me tobe, me elhamdulillah, me astaghfirullah, a ka mundësi me hin njeriu në xhennet pa thënë la ilaha illallah? S'ka. A ka mundësi me hin njeriu në xhennet pa i thënë Allahut astaghfirullah? S'ka mundësi. A ka mundësi njeriu me hin në xhennet pa i thënë Allahut Allahu akbar? S'ka mundësi. Prandaj këto janë baza e akidës tonë, e imanit, të tauhidit, e sa më shumë e rrënjos në zemrën tënde, i rrënjos gjunahet, e rahaton zemrën dhe i largon smundjet e shumta. Jo çdo herë ilaç i blet me parë. Ama Allahu ka zbrit Kur'anin wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa. Ne këtë Kur'an e kemi zbrit ilaç. Pse duhet 10 hafëzlar për ditë neve më na lexu Kur'an çto? Po të mujnë në të shtëpia me lexu. Po shpërblimi i Allahut warattilil Qur'ana tartila, leximin e Kur'anit që e kanë, e kryen një obligim karshi Kur'anit. Ama ti që ke e ki një obligim për me ngu, wa idha kurja l-Qur'anu fes, këtë është dhikër kjo. Kjo është këtë energji që ta mush zemrën me iman. T'jep energji për me shku ka Allahu, të pastron gjunahet, të ngrit në shkallë, sa ajete, sa harfe i ka, qatë shkallë në gjennet dhe të ngritet në ditën e kiametit. Para me ndaj, mës me jetuna me Kur'an heq, mës me ngu Kur'an, mës me lexu Kur'an, mës me përmen Allahin, po unë e besoj Allahin, që shqe fëmija kanë e përmend më shumë ti, nanën, pse e ka afër, e ushqen, i jep, e ndjen të afër fëmijë. E ti Allah i kuj, si afër? Pse nuk e përmend? Se ti e larg Allahut, ti e larg Allahut, ti e largu. E prandaj sa më shumë ta përmendim Allahun këtë muaj të Ramazanit, ti kimi afru dhe e largon ankthin dhe shqetësimin për zemrës, e zbut zemrën e egër e ban të but, se zemrat me gjunahe janë tegra, çish zbutën, vetëm se duke përmend Allahun subhanahu wa taala. Në mesin ton kemi njerëz smut prej hasedit, prej smirës. Atëherë dhikri i shumt ta hek këtë plon, ta hek këtë pislëk për zemrës. Na shpesh herë thojnë, po filani i mirë, po vallai hasedxhi, po shpion, po ak, po këtë dhikrin se ka tamam. Me pas dhikrin tamam, e pastron zemrën, se zatën esenca e dhikrit është më ta pastron zemrën. E çysh mundesh më konte ham min adh-dhakirin, ham me përmen Allahun, edhe pis me pas zemrën. Ja, esenca e dhikrit është më ta pastruar ty zemrën dhe më të largun nga mendjemadhësia. Dhe e forcon lidhjen me Allahun. Çka thot Zoti në Kur'an? Në dynjat, ki qef me këto regullat e komunikacionit, kush sa tash jenë stabilizu pak, mirën t'i krakereve. Apo? Edhe Kurani ka regullat e veta. Atëherë nëse ne dojnë atjene të shpëtum, çka thot Allahu në Kur'an? Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Wadhkurullaha kathira, dhe përmend në Allahun shumë nëse doni të jeni të shpëtum. Ku ka mirësi më të madhe se Allahu po të garanton, nëse e përmend Allahun shumë,
je nga njerëz e shpëtuar. Kjo është një prej veçorive të dhikrit që Allahu subhanahu wa taala po na nxit neve, sidomos në këtë muaj ku e kemi terrenin më të zbrazë prej shejtanëve, ku janë të hap dyert e xhenetit dhe të mbyll dyert e xhenemit, atë nëse ne dojna të shpëtojna, duhet sa më tepër me përmend Allahun subhanahu wa taala. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sabaqa al-mufarridun. Thot janë të parë. Sa herë kena qefna mu kanë i parë në diçka. E i thënë ja Rasulullah, kush janë ato të para parë? Të parë. Ka thënë i para prim ose al-mufarridun, kush janë ata? Thot janë ata që e përmendin Allahun shumë. Çfarë? Në ka marrë mish dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Unë një pyetje po them. Kush është i pari që do të del para madhnisë Allahut dhe më i dashur i Allahut? Është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E kush është ai që më shumë t'ia ka përmend Allahin? Është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ata nëse don të jesh afër Allahut, të jesh nga të shpëtumit dhe të jesh nga të parë, atëherë bën e shprehi. Dikush ka më thonë hoc, çfarë krahasimi atë po. Unë pyetje po bëj. A na e përmendim Allahun më shumë a baballar dhe gjyshallar të tonë? Po mëra na me fakultete, me magistratura, ato s'kan pas hiç. A më shumica e baballarëve dhe gjyshallarëve tonë e kanë dhënë emanetin shtrat me dëshmi shumë, kanë thënë la ilaha illallah dhe kanë dhënë emanetin. Allahu nuk tradhton nëse ti nuk e tradhton Allahun, se Haxhi Baba, gjyshi, stërgjyshi, 70 vjet Allahun se ka largu pi gjuhës. Ama na 70 vjet tushajt, 20 vjet hiç pa nalt, folna fjalë pa kontroll. Komparacioni i baballarëve dhe i gjyshve tonë, ama sot e lip kartelën e kreditit në rast vdekjes. Ama thot këshire qatë tina në borgjlije, mara ti e të shku të Allah i borgj Allah i tiki, e ka gajlen e 500 euro që dikush ja ka borgj në gjep. Këshire qatë lejten qatë. Edhe mas 5 minutave e për emanetin, kemi dhe kësi raste. Pse? Se zemra e ti është e lidhë për 500 euro që ja ka dikush borgj, edhe vdes fukarat e Allahi. Nuk është nga të shpëtumit kishka e ka gajlen në momentin e vdekjes, e ka gajlen e 500 euro. Mi alon kujna, atina pasarësi që nuk bëndë është as dua për ata. Prandaj ky krahasim është nuk ban me vlerësu dhe me neglizhu, po që pa e dina me dhikrin. Atë ka shku menja që ndoshta në ditën e Kiametit. Hadithul bitaqa. Hadithul bitaqa është hadithi i bitakës. Çka është? Bitaka është fjala la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kanë më dalë gjunaat në kandar. Ka më ardhur një fjalë la ilaha illallah, ka më peshu më shumë se këtë gjunat e tua. Ama ty ndoshta të mungon. Ama ty ndoshta të mungon subhanallahu wa bihamdihi mi than Allah subhanallahu alazim. Ama ty ka më të mungu walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ndoshta një alhamdulillah që se ka falendëruar shumë Allahun, ka më të mungu në kandarin ditën e Kiametit. Veç ajo ka më të mungu. Prandaj në dynjat hekri matët me ton. Po? Ari matët me gran zakonisht. Drut matën me metër kop, zemra njeriu të matët me dashurinë dhe me dhikrin zemrën e tij sa ka. E këto të mirat e dynjas nuk janë më të rëndë se fjala vetëm një herë me thonë subhanallahu wa bihamdihi subhanallahu alazim. E keni ndëgjuar këtë hadith? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kalimetan khafifatan fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila arrahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Çka do të thonë? Kalimetan janë dy fjalë të lehta në gjuhën e njeriu. Pejgamberi po thotë lehta janë, ama në gjuhë. Habibatan janë shumë të dashura të Allahut. Ila arrahman të Allahut. Thaqilatani fil mizan janë të rana ku në ditën kur ti ke nevojë pas shumtin, mizanin e Allahut kur dalsh para Zotit. Se në çet mallin e dynjasin kanë ndarë të Allahun ditën e Kiametit. E as tokën, e as firmën, e as buxhetin, nuk lund rol. Të lund rol subhanallahi wa bihamdihi subhanallah. Kjo është ajo peshoja e madhe. Prandaj mos e ndërvlerësoni vëllezër. Sa më shumë të përmendim Allahun, të thojmë subhanallahu wa bihamdihi subhanallahu alazim, se dhikri shpesh është shenjë e një zemre të etur që i tregon Allahut, o Allah, un kam nevojë për ty vazhdimisht. E ndin mungesën e dhikrit vazhdimisht. Ama ai që se përmend Allahin, ai thot Allah, un s'kam nevojë për ty. Më të përmend. Për sifateve cilësive koka muflihun të shpëtum ata që e përmendin Allahin. E pastaj janë muferridun, janë të partë,
Edhe e treta është njerëzit që e përmendin Allahun shumë në ditën e Kiametit do të jenë në hijen e madhnisë së Allahut. Është edhe një kusht këtu, një detaj. Cila ata që e përmendin Allahin, po janë kallaballok vet. Janë në vetmi dhe i rrjedh loti o Zot, të harrova, o Zot, kam bë gjuna, o Zot, i kam bë hak, o Zot, kam bë ket, o Zot. Faradat ajnahu, do të thotë edhe i loton syni. Që ky sy, që ky njeri është në hijen e Allahut ku s'ka më pas hije tjetër, pas hijes së Allahut në ditën e Kiametit. Ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thotë se njeriu i cili veçohet duke e përmend Allahun në ditën e Kiametit, do të jetë në hijen e madhnisë. Kush është shkak? Është dhikri në vetmi duke e përmend Allahun subhanahu wa taala. Allahu i përmend ata në shoqëri më të mirë. Për shembull, nëse njeriu e përmend Allahun, njeriu në dunja jetojnë në tokë, e përmendin me Allahun, Allahu të përmend dhe mburret para melaçeve në qiell. Dhe thot, filani dhe filani janë të më përmend mu, Allahu mburret para melaçeve. A don ti më të përmend Zoti? A don ti më mbur Allahu me ty para melaçeve? Po. Atëherë vetëm përmende Allahun subhanahu wa taala. Është nidaan khafija. Pejgamberi i Zotit në pleqëni e ka lutë Zotin për fëmijë, ama fshahurazi, jo me bërtit para krejtëve, jo me vajtu, jo veti. Prandaj do lloje të dhikrit, të lutjeve në veçmi, do të thotë kur të veçohesh, e tregon linkun ti me Allahun dhe je më i sinqert. Se kanë herë kur jenë kallaballok kënon hoxha, fol hoxha, ky kaj, ai kaj, emocionosh pilot vetë tatina, jo që ti ki nevojë për atë punë. Ne s'kemi nevojë për me kajt se ka kajtaj, po ne kemi nevojë për me ndjej dhe mshmërinë e gjunave tona dhe nevojën për dhikrin ndaj madhnisë Allahut subhanahu wa taala. Hoç, pse duhet me përmend Allahun shumë në Ramazan? Sepse sjell bereqet dhe rrezik. Nuk ka sen që ta shton rrezikun dhe bereqetin se sa dhikri i madh në Allahun subhanahu wa taala. E dyta, pse duhet me përmend Allahun shumë? Se ta afron tek Allahu i madh. E treta, pse duhet me përmend Allahun? Se është ushqim i zemrës. Nëse ti dridhën kënd, elhamdulillah që iftari edhe 3 orë është, edhe 2 orë. Pinë syfer deri në iftar, ama nuk kena 72 saat, se Allah e din sa bajnë ana. Ama dridhet trupi, atëherë edhe shpirti jo dridhet pa dhikrin e Allahut. E ushqimi i zemrës është dhikri. Ushqimi i trupit është ushqimi halal. Ushqimi i mendjes është dituria. Prandaj ushqimi i shpirtit dhe zemrës është dhikri në Allahun. Dhikri është shkak për fshirjen e gjunaheve tua dhe të mia. Allah i na fal ya rabbel alamin. E mbron njeriu nga shejtani. Nuk ka gjumë dhe zemër më i mirë që i turpnon, që i largon shejtan. Shejtani ku i mshon? Ku ka vakum, ku ka zbrazdir, ku nuk përmendet Allahu, çfarë të mshon? Në pikën më të dobët. Prandaj muslimani duhet të qenë vigjilant, me përmend Allahun, më qenë i mbrojtur nga shejtani për shkak të dhikrit. Dhe e ngren njeriu në gradë të larta. Prandaj njeriu do të jetë në pozitat e Allahut, pozitën në ditën e Kiametit tek Allahu i ngritur mbas të dhikrit dhe të përmendjes së Allahut sa e ka përmend Allahun subhanahu wa taala. Për mos më zgjat më shumë, do të përmendim veçorinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse ai na ka përmend që ne ta madhrojmë dhe ta përmendim sikur dje që e përmendëm këto llojet e kërkesave në Ramazan, atëherë më së miri është të praktikojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se më shumë ti dhikr pejgamberi sa ka bën në Ramazan, atëherë ta mushim zemrën me energji duke përmendur Allahun, që Allahu më na pru gjithë këto virtyte dhe këto mirësi. E lutim Allahun e madh që zemrat tona Allahu t'i mbush me dashuri dhe me bindje, me gjuhën tonë ta madhrojmë Allahun, me zemrën tonë ta madhrojmë Allahun, me trupin tonë ta madhrojmë Allahun, ta bëjmë dhikrin edhe të jemi nga të shpëtuarit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.